Spori qëndrimi i ministrës sërbe është një qëndrim ultrashovinist që shpërfaq frymën gjenocidiste që fatkeqësisht ende ekziston te politikbërja në Serbi. Pra kemi një frymë gjenocidiste që ekziston aty për shumë vite, që ka ekzistuar edhe për para kësaj qeverisje dhe fatkeqësisht ajo frymë është aty. Pra Ministria sërbe ka thënë diçka që e ka thënë në kuadër të një fryme që e gjen në vazhdimsi në politikbërjen e Serbisë. Normalisht që është një qëndrim jashtëzakonisht i dëmshëm, jo vetëm për sigurinë në raport me Kosovën, por për gjithë Ballkanin Perëndimor, sepse nxjerr në pa, rinxjerr në pa prapë çështjet që i kemi pasur në vitet e 90-ta, pra qëndrimet edhe politikën agresive të Serbisë në raport me fqinjt, kur vjen kjo deklaratë për një ministreje, për një zyrtare të qeverisë, atëherë bën edhe më të dëmshëm, mund të themi komplet tentativën për të vendosur stabilitet dhe siguri afatgjate në Ballkanin Perëndimor. Mirë po, përderisa Serbia vazhdon të mbajë në kushtetutën e saj Kosovën si pjesë të saj, pavarësisht këtyre distancimeve të fuqishme në raport me këtë ministre, ne mund të themi që vazhdojmë të shohim aty pikërisht një frymë hegemoniste e cila ushqen këto lloj deklaratash edhe këto lloj qëndrimesh të zyrtarëve të Serbisë. Çka mund të them sot, që kemi thënë shumë herë, është që sot Kosova është në situatë të ndryshme për asaj që ka qenë vite më parë. Sot randi dhe ligji janë prezent në gjithë territorin e Kosovës. Kosova administrohet nga qeveria, kemi një shtrirje pra të administratës në gjithë territorin e Kosovës, duke përfshirë 4 komunat veriore. Kemi një shtrirje të rendit dhe ligjit, të sovranitetit dhe të rregullsisë dhe kushtetueshmërisë në gjithë territorin e Kosovës, gjë që i ka dhënë mundësi Kosovës që të ketë një ambient më të sigurt, pra dëbimi i forcave terroriste, të cilat kanë vepruar për vite në veritë e vendit tonë dhe të cilat normalisht edhe kanë kryer akte, siç ishte akti terrorist në Banjska, por dhe akte të tjera të vazhdueshme. Mund të themi që tani më këto grupe janë poshtur, janë dëbuar, normalisht që nuk është larguar rreziku në tërësi për shkak që përderisa Serbia i strehon, po mendoj strukturat politike dhe sigurisë në Serbi vazhdojnë të strehojnë këto grupe brenda territorit të tyre, përderisa vazhdojnë të mbrojnë këta pjesëtarë që kanë kryer akte terroriste në Kosovë, vazhdojnë të mos kërkojnë llogaridhënie nga ta edhe as mos të japin llogari në raport me ne dhe të tjerët, atëherë rreziku mbetet. Mirë po, edhe njëherë duke pas parasysh gjitha angazhimet e institucioneve tona të sigurisë, të policisë së Kosovës, të agjencisë së Kosovës për inteligjencë, të ushtrisë dhe të gjitha sektorëve të tjerë, ne sot po jetojmë në një Kosovë shumë më të sigurt dhe çdo ditë më shumë po ndërtojmë kapacitete të afta për të mbrojtur tërësinë territoriale të vendit, sovranitetin dhe jetën e gjithë qytetarëve të Kosovës pa dallim.